Jam në studio me Akil Panon, pastorin e famshëm. Shumë rëndëri që këtu. Më përull ky epitet. Ju falenderoj për ftesën, jam shumë i gëzuar që jemi bashkë. Jo, epiteti i famshëm, je popullor, kam përshtypjen mund të jesh më popullor se unë. Megjithëse unë kam vite që jam në skenën publike, si thua. Nuk e shoh si qëllim vetvete. Popularitetin, nëse është në funksion të se shef si qëllim vetvete. Misionit edhe misionarizmit dhe punës që bëjmë, okay. Okej, unë duke ndjerur nga larg, unë të shoh ty në një rol klasik të priftit. Të ati që ka merakun e grigjës, se mos i korruptohet shpirtërisht, moralisht. Edhe, mirë po, i parë me sy laik, duksh edhe si një gjë që konservatore, që u përket pak shekujve të kaluar, jo kuptimin domosdoshmërisht të negativë, po si njëri që jepes shumë mas vlerave që janë të së shkuarës, edhe që ti edhe shumë njerëz si ty në përbot i quajnë vlera shumë të rëndësishme, nuk i përkasin të shkuarës, po i përkasin edhe të ardhmen, sepse janë vlera universale, që përkasin edhe Shqipërisë, po i përkasin edhe gjithë botës tjetër. Edhe cilin nga ato dy pozicione të rrimë më mirë? Unë mendoj që është sinteza të dyve, pra janë të dyja të shkruara së bashku mes tyre. Është e pa perceptueshme në optikën time, misioni i një prifti apo një pastori në këtë rast protestant, mos përfshirja me çështje të cilat i përkasin agorës debatit publik, çështje që lidhen me politikat sociale, që lidhen me çështjet moralit, familja, vlerat tona kombëtare, tradita, atdheu, për hir të vërtetës. Kjo është një nga momentet kritike që të sjell tek përplasja, tek bota e konfliktit, edhe unë kam vendosur që mos ta shmang përplasjen botën e konfliktit, sepse gjithnjë edhe në dimensionin shpirtëror ka një konflikt mes asaj betejë të përbotshme, drita e errësira, e vërteta, e pavërteta, dhe kemi nevojë për njerëz të cilët besojnë disa vlera, qofshin edhe të gabuara, por që janë në gjendje të qëndrojnë për ato vlera, pra ka një shtyllë kurrizore në dimensionin moral edhe shpirtëror në jetën e tyre, edhe janë gjendje vetëm të argumentojnë me fjalë, por me qëndrimet dhe me jetën e tyre. Mendoj që edhe një nga arsyet pse kleri përgjatë dekadave në vendin tonë gjatë periudhës komuniste, nga 46-ta e këtej, u anët e mua për baltë, u njollos, u konsideruan klerikët bashkëpunëtorë me armikun, e gjithë kjo histori, ishte për shkak se për post liris nuk kemi gjë më të madhe dhe më të shtrenjtë edhe fjalës. Pra, nëse shkojmë në filozofinë greke, diçka interesante ajo që thot Aristoteli, thotë dua Platonin, mentorin tim shpirtëror, dua më shumë thotë dua të vërtetën, dua të vërtetën. Dhe e vërteta dhe liria, unë i shikoj të shkrira, të inkorporuara së bashku mes tyre. Pra nuk mund kemi një botë të lirë pa të vërtetën, sikundër e vërteta nuk mund të ekzistojë pa lirin. Ti përmend raportin me atdheun, por patriotizmi është një vlerë laike, nuk është kristiane. Doktrina krishtere nuk e nënkupton patriotizmin. Edhe nuk kupton, sepse një nga citimet që unë do ta shikoja nga Testamenti i Vjetër i Biblës është kërkoni të mirën e vendit ku Zoti ju ka vendosur, sepse kështu do të jeni dhe ju vetë përfituesit e këtyre të mirave që do të bashkëndani në shoqëri mes jush. Krishterimi gjithnjë ka ecur paralel me atë dashurinë, me familjen, me kombin. Dhe për hir të vërtetës, na duhet i kthemi figurave të mëdha që vijnë nga Kisha Katolike ose edhe nga misionarët dhe ungjillorët protestantët e parë në Shqipëri, si familja Qiriazi, Petronini dhe të tjerët, të cilët në mënyrë të pandarë me punën e tyre shpirtërore të ungjillizimit të vendit, panë shumë të nevojshme idenë e alfabetit, familjes. Motra Qiriazi ishin dy zonjat e para që dhanë kontributën e tyre tek shkolla e Vashave, shkolla e parë e Vashave në Shqipëri. Pra, diçka që lidhet në mënyrë të pasgjithshme me jo asketizmin. Pra, një protestant i mirë ose ungjillor i mirë në botë nuk e shikon veten e tij si një asket i cili, nëse kemi Zarathustrën e Nietzsches, pra kështu foli Zarathustra, ai e nis me idenë
këtij profeti I cili tërhiqet në vetmi për rreth 10 vjet nga bota e njerëzve. Hyn atë shpellën e meditimit të tij edhe kryen gjithë procesionin e tij shpirtëror dhe kthehet. Dhe kur kthehet thot Zoti ka vdekur, pra të bën atë deklaratën e tij të famshme. Dëgjoj, ke një shpjegim ti, se jam I sigurt që ke dhimbje, po një shpjegim e ke pse kishat janë bosh? Sidomos në Europë. Patjetër që kam një shpjegim. Që është? Nëse flasim për kishat klasike, tradicionale, edhe protestante, po jo se perceptimi ungjillor ose protestant mbi kishën është komuniteti besimtarëve, pra koinonia, përbashkësia mes njerëzve të zgjedhurit kisha janë njerëzit, jo ndërtesa, në perceptimin protestant ungjillor. Kurse në perceptimin e mainstream ose linjave kryesore tradicionale, klasike, lidhet me atë që ne shikojmë nga jashtë si laik. Pra, nëse ju si laik shikoni edhe keni identifikuar diçka të vërtet, jo të pavërtet. Në Evropë, jo pak kisha, ndërtesa kishash, blihen kryesisht nga komunitetet muslimane, shndrohen në qendra islamike për kulturën, zhvillimin e tjerë, ose blihen pastaj nga bizneset ndryshme dhe shndrohen në restorante, bare e tjera, dhe është dhimbje shumë e madhe të shikosh këtë realitet, I cili na shtyn drejt një pike shumë interesante. Pra kërkohet një reformim I mëtejshëm I kishës. Ajo që bëri Luteri në 1517 në Gjermani duhet ndodhë sërish brenda protestantëve dhe ungjillorëve, brenda katolikëve, jo për të bërë një skizëm të re, sepse nuk ishte ky perceptimi I Luterit, por për të reformuar praktikën e besimit. Vetëm Akil, po të shohësh sot, përballën krishtërimit që është duke humbë terren dhe kishave bosh, ti ke Islamin që vibron. E pa që të dash një argument Edhe Islami vibron, jo sepse është reformuar, por sepse është I pareformuar, madje është dhe I pareformueshëm, edhe vibron. Diçka interesante nuk është vibrimi I Islamit, diçka interesante është perceptimi mbi ndjenjen e përkatësisë, që fatkeqësisht pra the sense of belonging, që fatkeqësisht kishat tradicionale nuk po ja u japin më njerëzve. Pra njerëzit sot motivohen nga klubet e sportit, nga klubet e muzikës, nga klubet e politikës, nga klubet nga më të ndryshmet. Po pra, edhe muslimanët janë në Europë, pse nuk motivohen edhe këta nga këto gjëra? Pse? Sepse nga natyra ne kemi një dimension të qenies që është në kërkim të vazhdueshëm për ndjenjën e përkatësisë. Ne duam të përkasim një komunitet dhe atë dashuria në këtë sens pikërisht lidhet me këtë ndjenjë përkatësie. Pra unë jam shqiptar. Ne kemi gjuhën tonë, kemi vlerat tona, kemi kulturën tonë, kemi disa dimensione specifike që na dallojnë nga popujt dhe kombet e tjera. Pra në çdo qenie njerëzore është një element spikatës, ndjenja e përkatësisë. Fatkeqësisht kisha deri diku e ka humbur këtë sens përkatësie për komunitetin. Ndërkohë që në postmodernitet ne kemi parasysh që komunitetet janë të shpërbëra, edhe kjo është një nga fenomenet dhe dukurit e postmodernitetit që përdoret fatkeqësisht dhe nga elitat e këtyre agendave globale për të ndarë dhe për të coptuar kohezionin social dhe kohezionin e mendimit në raport me idenë e një qendrese përkundrejt këtyre agendave. Jo, ajo që të ndodhë, është interesant dhe pas me, nuk e dhja, a ke bërë të vëzhgjim dhe atë ka intriguar, ajo që ke parë. Bota e sotme, duke përfshirë dhe islame, ka përqafuar një numër vlerash që janë kristiane. Që është monogamia, shumica e muslimanëve, ata e kanë doktrinë që mund të marrin edhe 4 gra, Muhamedi kishte 11 apo 13. Por në masë të madhe të muslimanëve, monogamia tani është bërë një praktikë, një praktikë e përgjithshme. Ose le të marrim shekularizmin, që është e ka burimin të Testamentit të Ri. Çfarë është e Cezarit dhe Cezarit, çfarë është e shtetit, çfarë është e Zotit dhe e Zotit. Mbi këtë bazë lind ideja e ndarjes kishës nga shteti. Që e kanë marrë edhe muslimanët tani, shumica e muslimanëve kanë autoritetet të zgjedhura, i kanë zgjedhura nga populli, edhe përpiqen që ata të drejtojnë në mënyrë laike vendin. Edhe xhamia ka punën e vet. Pra janë disa vlera këto e disa tjera që janë të krishtera.
bota sot me vlera myslimane, nuk e di, mund të ketë sadakan, mund të ketë në një gjithë tjetër, vlerat të islami në quaj edhe le të themi tendencën apo presion që ushtrojnë muslimanët për qëndruar larg alkoolit, edhe bigjozit dhe gjërave të tilla që janë pozitive ato. Por sidoqoftë nuk janë vlera muslimane, i konsideroj si vlera, le të themi laike, të përbashkëta. Laike i konsideroj tani sa tani. Po nuk është thënë tjerë besimtar që të thuash që të pi shumë alkool bën dëm. Jo, po këto vlera në laicitet si lindën. Lindën prej kësaj krijese që ne njohim si laicitet, apo lindën për shkak të një raporti ndërveprues midis religionit, fesë dhe botës laike. Duhet kemi parasysh që Evropa, përderisa Evropën kemi marrë në trajtim tani, Evropa deri para revolucionit francez, është Evropa e kishës, është Evropa e monarkive, është Evropa e papatit, është Evropa e filozofëve. Ti do dalësh që njeriu nuk vret sepse një nga komandamentet është mos vrit. Jo, Indero, nuk të dilja këto, jo. Do thoja që shtresëzimet kulturore të botës së sotme nuk kanë ardhur nga një shpërthim i asgjës disa miliarda vite më parë. Pra se historia për ta sjellë idenë e Big Bangut këtu tani. Pra asgjëja nuk prodhon mendimi natyrisht do të prodhoj veprim. Dhe unë po ju them që në, po themi, 19 shekuj të udhëtimit kristian, pra deri nga vitet 1800 ca 1900, bota perëndimore është ndërtuar mbi themelin kristian ose judeo-kristian, nëse dikujt nuk i rri aq mirë kjo, po më duhet ta them sepse këto janë termat që përdoren sot në botë. Dhe shtresëzimet e tjera kulturore janë vendosura mbi këtë shtresëzim, mbi këto themele. Pra nëse kemi 200 ose 300 vjet që e perceptojmë shtetin mbi idenë e laicizmit e historisë së natyre, ky shtet laik është ndërtuar mbi konservatorizmin, shtetin kristian, mbi mendimin e filozofëve që nga Agustini i Hipos, Thoma Aquinasi, Hegeli, Kanti, Kierkegaardi në donje, mëtej, duke pas parasysh që Kisha e Krishterë ka qenë institucioni i cili jetësoi universitetet e para në Evropë, spitalet e para, strehat e para për fëmijët pa prind, dhe me një të rënd lapsit nuk mund të themi që laicizmi është një e mirë në vetvete që mund të rrojë, mund të jetojë dhe mund të lulëzojë, e shkëputur ose është self-made, pra është vetë bërë. Absolutisht jo. Asnjëri nga ne nuk mund të deklarojë sot që është bërë vetë. Kështu dhe shoqëria, kështu dhe mendimi, kështu dhe kultura europiane apo pan-europiane. Okej, unë nuk e se po krahasoj laicizmin me le të themi me fetarizmin, po evidentoja fajin laicizmi është gjë e mirë. Unë e mendoja dhe po nuk e thash. Unë po flisja për disa vlera që bota i ka sot edhe që janë kristiane, e përmenda 2, po mund përmenda drejtat e njerëzit, që ka burimin të fraza që nga fraza më të para të Biblës, që thotë Zoti e krijoi njeriu sipas imazhit vet. Që do thotë gjithë janë barabartë, sepse të gjithë janë krijuar sipas imazhit të Zotit. Pra mbi këtë bazë është krijuar dhe koncepti i barazis, koncepti i barazis që vjen siç vjen në botën tonë sot. Edhe këto koncepte janë përqafuar edhe nga feta tjera. Mirë, po nga ana tjetër, krishterimi vetë është duke vdek, edhe islami vetë është duke u këndellur. Vetëm se duhet kemi parasysh një gjë. Jezusi i Nazaretit, i cili është i famshëm dhe për shëmbulltyrat ose historitë, sepse një nga gjërat e mëdha që Jezusi sjell tek njerëzit është pikërisht komunikimi përtej gjuhës liturgjike të klerit të fetar të kohës, 2000 vite më parë, dhe solli ungjillin besimin, pra Zotin, e solli në botën e njerëzve në një mënyrë shumë të thjeshtë. Pra me bujqërit foli gjuhën që ata kuptonin, dhe me bujqit ndau një nga shëmbulltyrat, ishte shëmbulltyra farës. Edhe thot që fara thot të jap jetë një bime të re, edhe t'japi fruta, se pari thot duhet vdes nga vetja. Duhet mbulohet nga errësira, nga dheu. Edhe ky është dimensioni kristian që jo shumë e kuptojnë dhe e njohin, e perceptojnë. Është fjala për një katarsis të brendshëm, një vdekje nga vetja, nga uni individual, që ti të jetësosh veprën e ungjillit në jetën tënde të përditshme. Nuk është ky fenomen që është duke ndodhur aktualisht në Evropë, por ky fenomen
braktisja deri diku besimi, një gjumi letargjik i komunitetit kristian në Evropë deri diku, është duke çuar drejt idesë kësaj shëmbutyre të vdekjes së farës në perceptimin e jo pak individëve, jo pak njerëzve që e kanë seriozisht besimin. Pra, historia kristiane në Evropë ka përjetuar disa ringjallje ose rizgjime shpirtërore, kulturore në periudha të ndryshme. Pas reformacionit protestant, të Luterit, kemi shumë rizgjime të tjera, të cilat vinë si rrjedhoj e një thirrje në agoni në dimensionin shpirtëror të disa individëve që ju kushtuan lutjes dhe jo vetëm, ju kushtuan gjithashtu dhe aksionit të përditshëm. Kështu që shpresoj që jemi pikërisht tani në këtë fazën ku nëse pulson, pra jemi diku në një moment që komuniteti ose një pjesë e madhe jo i gjithë komuniteti kristian në Evropë është në një repart reaminativ dhe jeta aty duket se pulson, nuk kemi humbur shpresën. Historia e kishës së krishterë në botë tregon që atëherë kur është dukur sikur gjithçka ka vdekur dhe ka marrë fund, kemi parë rizgjime të jashtëzakonshme. Unë përfiturimin e krishterimit e përfituroj si një gjë që do ndodhi për shkak të islamit. Pra, duke qenë se edhe në Europë, edhe në Perëndim, Islami sot është feja më e gjallë, nuk është shumicë, është pakicë, por është feja më e gjallë, njerëzit janë më devotshëm. Edhe duke parë të lloj mobilizimi fetar të njerëz palë, të krishterë dhe fjetur, do zgjohen e do bëhen krishterë me pahir. E do kthehen te rrajnët e tyre, e do mbushin kishat, supozoj unë. Edhe mundet, ka disa lëvizje të natyre ultra konservatore në Britaninë e Madhe, më besoj që ju do t'jeni të këtyre lëvizjeve. Ka disa lëvizje të kësaj natyre brenda aristokracisë europiane, të atyre asaj klase që ende vijon ta shikoj veten dhe jetën brenda një fluske të madhe, një bubble të madh mbretëror. Unë nuk e shikoj që rizgjimin i krishterë, rizgjimi i kishës krishterë në Evropë, do të vinë në këtë dimension. Nuk lidhet me politikën, lidhet me pikërisht me këtë shëmbutyrën e farës, me vdekjen nga vetja dhe me marrjen seriozisht mësimeve të Jezusit Nazaretit më shumë se kurrë më parë. Nëse Islami ka njerëz të disiplinuar, sepse falja 5 herë në ditë kërkon disiplinë. Të krishterët nuk janë të disiplinuar. Pra nuk e kanë këtë disiplinën e Islamit. Pse? Sepse të kthy edhe një herë idesë mbi vendosjeve të mendimit që i ka dhënë formë shoqërisë edhe shoqërisë laike, ne kemi adhuruar lirinë, e kemi parë lirinë si pothuajse si një kult. Dhe liria në thelb duhet prodhoj përgjegjësimarrje. Por fatkeqësisht, jo të gjithë e shikojnë këtë nevojë të madhe për të marrë përgjegjësi dhe për të marrë pronësinë e gjërave që nuk shkojnë. Kështu që nëse në krishterim perceptimi i lirisë është kaq i madh, në Islam kemi perceptim tjetër. Nuk ke shumë hapësira lirie, pra ti thirresh një jetë të përkushtimi bindje përkundrejt normës që është e vendosur, është e përcaktuar, edhe është kështu ti duhet ta meritosh shpëtimin ose shëlbimin e shpirtit që ti nuk e di e ke apo nuk e ke në Islam, dhe ti këtë do ta marrësh vesh ditën e fundit. Pra nëse unë flas me një nga miqtë e mi musliman, edhe imam, ulemi dhe flasim dhe i them, a e di që je shpëtuar apo jo? Thot, çfarë do të thosh? Çfarë do të thuash? Në krishterim, pra nuk e kupton këtë pjesë. Edhe në fund, pasi e sqaroj dhe bëjmë bisedë, më thot, po jo, nuk e dim, sepse vetëm Zoti e di, Allahu pra, në Islam e di a do të shpëtohesh apo jo ditën e fundit, pasi veprat e tua të mira do të vendosen në një peshore me mëkatin, me zullumin, me veprat e këqija. Ndërsa në krishterim është komplet një thelb tjetër. Shpëtimi nuk meritohet. Shpëtimi i shpirtit, falja e mëkatit, nuk fitohet nëpërmjet veprave. Shën Pali tek Efesianët, letra e Efesianëve kapitulli 2, vargu 5 thotë që është dhuratë e Perëndis nëpërmjet Jezu Krishtit dhe merret vetëm nëpërmjet besimit. Për këtë arsye fola për lirinë. Këtë të krishterët duhet ta kuptojnë si duhet, duke prodhuar në ta përgjegjësimarrje dhe jo neglizhencë.
Pra kjo dhuratë e madhe shpëtyrë. Një karakteristik tjetër e islamit është që muslimanët kanë një, për ta thënë frëngjisht, një esprit de corps. Kanë një, ata ndihen bashkë dhe muslimanin tjetër e shohin më të afërt muslimanin tjetër që ai mund të jetë në Kongo apo ku dreqin është, se sa komshinë e vetë që nuk e kanë musliman. Tani shiko, që t'jemi të ndershëm në vijimin e mendimit. Nuk ndodh ky fenomen vetëm në botën islame brenda komunitetit musliman, po ti këtë e ke edhe tek të krishterët. Pra, janë të krishterët, i krishteri australian me të krishterin shqiptar, dhe të krishterin amerikan, dhe të krishterin afrikan, apo kinez, janë vëllezër dhe motra mes tyre. Kjo ndodh edhe në islam. Mirë po, ti ke pas këtë edhe tek komunistët. Pra, e ke pas proletarë të gjitha vëndeve dhe bashkohën. Ke edhe të patriotët, ata që ndihen pjesë e kombit. Nuk do të zhbëj vijimin e linjës mendimit mbi islamin, po duhet të them që është ajo që tham, pra, që folëm, është një dimension i natyrës njerëzore, nevoja e përkatësisë. Pra, kemi nevojë për Jo, Islami mua sot më duket si një parti transnacionale, parti politike transnacionale që kanë adoptuar disa praktika të identifikimit njëri tjetrit. Ti mund të shkosh kudo që je, ti mund dallosh, çfarë them unë, mund dallosh një skandinav që është skandinav apo që është le të themi nordik nga ngjyra e flokëve, po ti nuk i dallon dot atij identitet fetar. Nëse ti muslimanin e njeh me njerë, sepse ai vishet në një mënyrë caktuar, ai ka mjekrën islamike, nuk e ka Dolce Gabbana apo e ka laike, e ka islamike. Edhe kjo është një gjë që si duket u mësojnë nëpër xhamira, nuk e di ku mësojnë. Po mirë, unë nuk e shikoj si diçka jo as unë se shoh, po kjo jo pozitive ose negative, absolutisht. Është liria e tyre. Nëse ne në postmodernizëm duhet trokasim lirin, atëherë pse mos ta duhet trokasim këtë perceptim mbi bazë perceptimit lirisë që miqta musliman e kanë lirin që ta mbajnë mjekrën sipas një mendimi të caktuar brenda perceptimit islam për mjekrën apo veshjen apo mbulimin e grave etj. Pra, unë do t'isha për këtë, mua nuk do më friksonte fare kjo. Jo vetëm që s'do më friksonte. Mua nuk shqetëson mbulimi i grave. Mua më shqetëson simbolika e mbulimit grave. Sepse ajo është mbulimi i grave, është reflektimi i natyrës mizogjine që ka doktrina vetë. Pra kjo më shqetëson. Jo se shoh një grua të mbuluar, kupton? Nëse do avjojmë bisedën më tej, unë nuk do doja që të bëj avokatin e komunitetit musliman, sepse nuk ka nevojë fare për këtë avokat. Jo, bëhet edhe papa po i banë, nga po bëhet gjithë muslimanë. Sidomos nga unë, sepse mund të flisim pa fund bashkë për këtë gjë, edhe në studion tuaj të emisionit, po mendoj që më mirë se mund ta bënte këtë pjesë një imam ose një teolog musliman. Unë mendoj që e bëj shumë mirë, po nuk mendoj se mund ta bëj më mirë se një teolog musliman. Gjithsesi, do ta bëjmë me kënaqësi. Vetëm se një imam për të ruajtur raportet me ta dhe bërë krishterimi, kështu si e mbronin të krishterët islam. Pra, shiko, nëna ime vinte... Edhe Gjergj Meta ka thënë, që në qoftë se bile një moment, ka thënë një frazë shu interesante dhe goditse. Nëse Europa e do Shqipërinë pa musliman, unë nuk dua të shkoj në Europë, diçka të tillë. Pra, unë shoh nga ana krishtere, shoh shumë qëndrime, me theme, natyrës konstruktive, përfshirëse. Nësa imamët, ose të paktën një pjesë e tyre, sepse unë nuk kam pas gjithë në këtë studio, po kam pas tipa se Orzi Azetxhia, apo imam, një 2-3 imam të tjerë. Atyre su shkonë mendje ta mbrojnë krishterimin, apo të flasin bukur për krishterimin, bile ata anti-krishterimin e kanë që është në doktrinë, sepse Islami, mendon që Jezu Krishti nuk u kryqëzuar, nuk u ringjall dhe nuk është biri i Zotit. Po ju mendoni se unë këto të vërtetat e Islamit nuk i njoh, nuk i di. Jo, ti mendon se unë them vetëm gjëra që ti nuk i di. Unë them edhe gjëra që ti i di. I di dhe i di mjaft mirë. E megjithëse këto dallime që janë dallime thelbësore mes Zotit të krishterë dhe Allahut, ose mes krishterimit dhe Islamit, janë thelb në doktrinë islame, sikundër janë thelb besimin tim. Nuk janë pengesë për mua të mos i dua, madje i dua më shumë. I dua më shumë edhe i vlerësoj. Oke, mua më pëlqeni shumë, edhe ti, edhe Dom Gjergj, edhe më pëlqeni shumë ato qëndrime, sepse këto në thelbi janë patriotike, dhe unë jam patriot, këtë e pretendoj, në mënyrën time, se ka shumë njerë që më shohin si
si jo patriot. Unë pretendoj që jam patriot. Madje unë tani, dhe këtu po themi gjë që nuk jam thënë ndonjëherë, por nuk është e imja, këtë ka thënë Richard Dawkins, që është ateist, si puna ime, dhe ai thotë që unë jam i krishterë kultural, apo kulturalisht jam i krishterë. Dhe ai ka parasysh që ai është rritur në një familje të krishterë, po ai ka shkuar që herët në kish, edhe ai e njeh kishën jo vetëm se ka lexuar më pas, po sepse e ka njohur që zhvillim, siç njohën fëmijët gjuhën e nënës. Edhe ai ka studiuar në shkolla autor, Shakespeare me radhë, që kanë referenca kristiane. Edhe unë ndiem i tillë, megjithëse nuk kam të përvojë jetësore të tij, po unë kam përvojën e leximeve, dhe unë kam një dashuri të madhe për qytetin perëndimor, që e shoh të ngritur në një mas të madhe mbi krishterimin. Edhe në këtë kuptim unë e quaj veten kulturalisht krishter. Mua më vjen mirë sepse ne po e vijojmë tani bisedën sërish brenda këtyre hapësirave të formësimit të mendimit shoqëror laik, si rrjedhoj e shtresëzimeve kristiane të gjitha periudhave kulturore të kishës krishterë. Domethënë, çfarë do thoja? Do thoja që Dawkinsi dhe ateistë të tjerë, po përfshi këtu edhe Nietzschen, përfshi këtu edhe Marxin, pra mendje të mëdhaja, të cilat patën ndikim jo të vogël në botën e perëndimit, me filozofinë apo mendimet e tyre, të cilat u shndruan në ideologji dhe në sisteme qeverisë më vonë, vinin nga familjet krishtere. Dhe çfarë do thotë? Do thotë që si mundet një ateist të jetë produkt i një familje të krishterë, i mendësie të krishterë, i komunikimit kristian në komunitetet e besimit, sepse gjitha kanë qenë fëmijë, adoleshent, kanë qenë të rinj dhe të rritur, dhe nuk thamë brenda një dite Zoti nuk ekziston. Madje u desh shumë punë gjithë jeta e tyre që të përpiqeshin të provonin dhe nuk arritën ta bënin provën e tyre me sukses, që Zoti nuk ekziston. Pra pyetja e madhe është kjo, si mundet që krishterimi të prodhojë dhe këtë fenomen? Dhe përgjigjja ime është e thjeshtë. Për shkak të lirisë. Për shkak të lirisë që është thelb në perceptimin kristian. Madje që në agimin e parë të jetës njerëzore, Zoti e ndërton njeriu jo vetëm sipas shëmbulltyrës së tij, por ndërton mbi fakultetin më të madh dhe më të lartë të asaj që ne njohim si liri. Që do thotë pushtet për zgjedhur. Pra, Fromi thotë diçka interesante, Fromi thotë ne nuk kemi automate, bulona, ingranazhe të para programuara për të ndjekur me eksaktësi një proces mendimi, veprimi, vendimesh që na janë instaluar më parë në këtë software-in tonë. Thotë jo, në të kundërt, nuk do të ishim njerëz. Ajo që dallon njeriu nga automatet është pikërisht liria, dhe liria në perceptimin kristian është përgjithësi. Çfarë do thotë? Do thotë të zgjedhësh të besosh ose të zgjedhësh mos të besosh. Komandamentet që ju i përmendët nga Mojsiu, 10 urdhrimet, mos vrit, po marrim njërin nga urdhrimet, ose mos vjedh, ose mos lakmo gjën e tjetrit. Të gjitha këto urdhrimet, natyrisht që janë sanksione, janë urdhra, por njeriu nga natyra, për shkak të lirisë, për shkak se është njeri, dhe liria e bën njeriu të jetë njeri, ndryshe nga një instrument, një objekt, një send. Njeriu zgjedh ti bindet këtij urdhri ose të mos i bindet këtij urdhri. Kthehemi tek ateistët që ju cituat, e gjithë historia është, mund të kemi ateist në Evropën perëndimore, madje dhe ateizmi në perëndim vjen fal lirisë e cila është komunikuar si mendim, si veprim gjatë gjithë historisë së krishterë deri po themi në shekullin e 19-20. Të dashur miq që po na dëgjoni, unë me Akilin kur hym në studio menduam që të flisim për diçka tjetër. Edhe duke qenë se ne nuk folëm për të, ti je dakord të vish javën tjetër për ta bërë bisedën e radhës? Jam krejt dakord, jam shumë dakord, po. Unë e shoh të rëndësishme si bisedë dhe do doja që ta për ligjin mbi barazinë gjinore që është miratuar në parlament, sepse të paktën sipas meje unë i shoh Akilin dhe të tjerë që janë të shqetësuar nga ligji. Më duhet se u egzagerojmë pak. Akili dhe të tjerë. Nuk mu themi Akili dhe të tjerë. Ka shumë tjerë që janë. Po jo të tjerë, janë 98% e shqiptarëve i nderuar. Nga nxorët e? Nga sondazhet që ne kemi bërë.
Që i keni bërë ju. Dhe unë do të vi me raportet kërkimore që janë bërë, studime nga specialistë. Unë supozoj që janë shumica, janë njerëzit si ty, po 98 më duket pak. Unë do të vi me material që do t'ju avëm përdurim. Madje mund t'ju avësit para prakisht që ju ta shikoni dhe të keni mundësin të dialogojmë mbi. Të vjen keq që bëm këtë bisedë sot? Jo, t'jam mirënjohës që bëm një bisedë mbi lirinë, fen, kulturën, raportin e njeriut me Zotin, raportin e njeriut me shtetin, komunitetet e besimit brenda dhe jashtë vendit, shoqëria europiane, e gjitha këto. T'jam realisht mirënjohës se është një bisedë që unë e bëj me kënaqësi. Mirë, dhe kjo ishte biseda që unë pata me pastorin Akil Pano. Me njërë pas publicitetit do të shifim me Kastriot Shqipin.